të nderuar deputet, Ministria e Shëndetësisë sikur e ka shprehur edhe përmes përgjigjes për Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dhe Kryesinë e Kuvendit të Kosovës është kategorikisht kundër çfarëdo ndryshimi të ligjit për kontrollin e duhanit numër 04/156 dhe u bën thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos i nënshtrohen presionit të industrisë së duhanit për të ndryshuar nenin 9.2 dhe 9.3 të këtij ligji, i cili ndalon paraqitjen apo ekspozimin e produkteve të duhanit në pikat e shitjes. Ligji për kontrollin e duhanit, i cili hyri në fuqi me 22 maj 2013, ka sjellë një ndryshim pozitiv në politikat e mbrojtjes së shëndetit publik të popullatës, duke mbrojtur atë nga pasojat shkatruese, shëndetësore, sociale, ekonomike dhe mjedisore të konsumimit të duhanit dhe ekspozimit ndaj tymit të tij. Ligji për kontrollin e duhanit, i cili hyri në fuqi me 22 maj 2013, është një ndryshim pozitiv në kulturën qytetëruese të vendit tonë. Arsyetimet e iniciativës qytetare për ndryshim dhe plotësimin e paragrafit 2 dhe 3 të nenit 9 të ligjit për kontrollin e duhanit, se ky paragraf qenka në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës janë të pabazuara. Për arsye se Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka paraqur kufizimin e lirive dhe të drejtave themelore, përfshirë edhe liritë komerciale, kur ajo është në interes publik të përcaktuar me ligj. Për më tepër, kjo nismë për ndryshimin e një neni që të gjithë jemi dëshmitar se po zbatohet me korrektësi të madhe nga ana bizneseve, për Ministrinë e Shëndetësisë, por edhe për koalicionin antiduhan dhe përfaqësues të tjerë të shoqërisë civile, ku ka një përfaqësim shumë të mirë edhe të organizatave ndërkombëtare, të organizatës botërore të shëndetësisë në veçantë, të cilat veprojnë në Kosovë, e paraqet një kthim prapa, dhe kjo duhet të jetë e qartë për gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës, se votimi i këtij projekt ligji, që është në vullnetin e juaj politik, e paraqet qartë një kthim prapa në politikat e kontrollit të duhanit dhe të mbrojtjes së shëndetit publik, me çfarëdo arsyetime që mund t'i përdorni. Përfundimisht nuk ka asnjë argument të qëndrueshëm që mund të rrëzon interesin për shëndetin publik të qytetarëve. Dhe si i tillë nuk duhet të pranohet në asnjë mënyrë nga ju të nderuar deputet, sepse ishit po ju ata që rreth një vit më parë, në miratimin e këtij ligji, i dhatë mundësi qytetarëve të vendit që të frymojnë lirisht dhe të jenë të mbrojtur nga tymi i duhanit në hapësirat e tyre të punës, në shkolla, në kafe-bare, e restorante dhe në vende të tjera publike. Përfundimisht është e pavërtet se në kafe-bare dhe në këto hapësira konsumohet duhani 80%. Mund vjen shumë keq për ata të cilët kanë pritur një gjë të tillë që të ndodhë, por jeni dëshmitar të përditshëm që veçanërisht në qendrat e mëdha rajonale dhe në kryeqytet, kjo nuk është e vërtetë. Pjesën më të madhe të tyre, dhe për këtë duhet jemi të gjithë krenar, sepse kemi arritur që të realizojmë një synim qytetërues, një synim europian. Jam i bindur se ju, si deputet dhe Kuvendi i Kosovës i tërësi, nuk do të lejoni që të preket një ligj kaq i mirë pritur nga të gjitha shtresat shoqërore në vend, bazuar në një nismë kryekfut të lidhur për interesa komerciale të industrisë së duhanit. Kjo duhet të jetë e qartë. Çfarë do retorike politike që e përdorni për të arsyetuar një mënyrë ose tjetër, është e kotë, sepse bëhet fjalë kryekfut për interesa komerciale të industrisë së duhanit, e cila pa u bërë as 2 muaj të plot prej hyrjes në fuqi të ligjit, ju drejtu Kuvendit për ta ndryshuar këtë ligj, pa kryer asnjë hulumtim rreth efekteve të këtij neni, në pretendime të paargumentuara se ndalimi i ekspozimit duhanit gjëja e pas ka dëmtuar bizneset. Ju lutem të nderuar deputet, keni parasysh këtë fakt, vetëm 2 muaj pasi që ka hyrë në fuqi ligji është bërë nisma, pa bërë asnjë analizë. Ky fakt nuk guxon që të anashkalohet nga ana juaj. Dhe unë pres që ju do të jeni në nivelin e detyrës suaj, ashtu siç keni qenë në nivelin e detyrës suaj, edhe me rastin e votimit të këtij amandamenti
vitin e kaluar, kur ju e keni votu një amandament të cilin nuk e ka pas propozu Komisioni Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Ky amandament nuk ka qenë i propozum nga Komisioni Parlamentar dhe ju si deputet e keni votu, e keni tregu shkallën e lartë pjekurisë suaj politike dhe përgjegjësinë e juaj ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës dhe mendoj se këtë do ta bëni edhe sot me refuzimin e këtij projekti ligji. Faleminderit.